Gënjeshtrat e lapsave. Lapsat ishin të dashur me njëri tjetrin. Shkonin rregullisht në shkollë dhe ishin të parët e klasës. Nga që ishin pak trazovaç, nëna pas mësimit u jepte gjithmonë një letër të bardhë, ku ato të ngjyrosin me qëllim që të mos shkaravisnin kutinë ku flinin. Një ditë prej ditësh, nëna, e cila përbëhej nga 7 ngjyra të ylberit, e gjeti kutinë të shkaravitur me ngjyrë blu. Kush e ka ngjyrosur murin? Ju drejtua nëna lapsit blu. Nuk e bëra unë, e bëri ai, tregoi lapsi blu nga lapsi i kuq, i cili ngrysi vetullat. Vëllezërit e tij qeshën me të madhe. Si më gënjej për një gjë që duket? E qortoi nëna. Lapsi blu uli kokën, rrotulloi gomën dhe fshiu kutinë e shkaravitur. Një ditë tjetër, mësuesja në klasë u kishte dhënë për detyrë që të vizatonin një ditë pranvere. Lapsi i zi, nga që nuk kishte vend ku të futej në vizatim, hyri mes rreve të bardha, i bëri të gjitha të zeza. "Çfarë ke bërë kështu?" ju drejtua mësuesja. "Nuk e bëra unë," tha ai duke hedhur shikimin nga lapsi i verdhë. "E bëri ai." "Nuk e bëra unë kam pikturuar diellin," tha lapsi i verdhë i natosur. "Po çfarë të keq që ka mësuese, edhe rret e zeza ekzistojnë," tha lapsi i zi i mërzitur. "Po, vërtet ka dhe rret të zeza, por jo në një ditë pranvere si kjo që kanë pikturuar vëllezërit e tu. Këtu dielli shkëlqen, lulet janë çelur, bari është gjelbëruar, zojsht këndojnë mbi pemë." "Po unë nuk do bëj asgjë në vizatim?" u ankua lapsi i zi. Mësuesja qeshi. "Po, edhe ti mund të bësh shumë gjëra të bukura, por tani mund të vizatosh dallëndyshët që e mbushin vendin plot me cicërimat e tyre në pranverë. Asnjë ngjyrë nuk e bën ato më të bukur se ti." Lapsi të zi i shkëlqyen syt nga gëzimi. Fshiu me gomën e tij rreth e zeza dhe krijoi një folet të tërë me dallëndyshe. "Ne nuk mund të gënjejmë për asgjë," tha lapsi i bardhë. "Të gjithë na kuptojnë." "Unë mendoj se është më mirë kështu, sepse të gënjesh nuk është as pak gjë e mirë," tha lapsi i rozë.